Me politikën e Serbisë hegemoniste në burgjet e Serbisë. Prandaj me lejoni ta përshëndes edhe t'ju uroj mirëseardhje në mesin e tyre. Pak ma shumë, Nejt, pak ma shumë. Kjo ndaj bashkërisht juve me shumë shokun familjar, miq të afër gjithë këtij rrethit tonë, zonës Pastrikut. Ma pas ka nalë zonën ty, po. Edhe njerë ju përshëndes gjithëve, uroj që të kaloni sa ma mirë këtu në këtej. Ti kujtoni ato ngjarje, ata shok, ata shoshni, ata njerëz që kanë dhënë jetën, ata që kanë ndër gjakun për lirinë tonë, shërimin e vendit. Po tjetër kohë, ndajmë edhe vendjen dhe kemi do ta marrim kursën që edhe shoktanë, bashkëpunëtorët tanë, sot janë në Hagë atje, përballen me padrejtësinë. Se cili për jush keni mujtë me qenë pjesë e Hagës, ata janë papajshëm, ata janë pjesë e jonë, ata janë ne, njëri nga ne, atje, ata e mbrojnë luftën tonë, e mbrojnë lirin tonë, e mbrojnë shtetin tonë, prandaj bashkarisht mund t'i qëndrojmë kësaj sfide, edhe duhet t'i qëndrojmë, edhe uroj që bashkarisht ta presim edhe vendimin, për të prit vendimin atje, jemi na duhet një riorganizim. Një mbështetje morale, një mbështetje politike, bashkë si shoqata, prandaj edhe njëherë, urime kjo ditë, kjo ndaj, uroj të kaloni mirë e suksese e falënderit shumë. Nderuar, ne pritem në Aita Zonin për ta bërë një foto të gjithë të përbashkët, prandaj ju lutem, atë dalim që tu dikun jashtë, ta bëjmë një foto të gjithë që shkemi kështu, duke frymzuar, duke I kërkuar shokët tanë të shkëmbë. Faleminderit.